vendosja, sepse a funksionon fillimisht kjo vendosja e vajit të kastorit te pjesa e kërthizës, për çfarë na shërben? Po, është shumë i mirë për detoksifikimin e trupit, normalisht dhe për tonifikimin e lëkurës. Është një vaj natyral që ti mund ta përdorësh për shumë benefite të caktuara, por një nga benefitet që është përfolur më shumë është sepse kuron mikrokistet e vogla në vezore. Dhe normalisht nëse ne vëmë 3 pika vaj kastori dhe bëjmë me lëvizje rrotulluese, normalisht do të ndjejmë që pjesa e qetësisë do të vi në moment, sepse unë e kam provuar edhe vetë këtë gjë, kështu që çdo gjë sepse ndoshta lidhet me faktin që vaj kastori ndryshe nga vajrat e tjerë është një nga vajrat që ka depërtueshmërinë më të madhe dhe më të shpejtë brenda lëkurës. Pra nëse ne vendosim një vaj bajamesh dhe një vaj kastori, përfitja e kastorit është më e madhe. Depërton deri më thellë. Po, vërtet është pak ka një teksturë më të trashë se vajrat e tjerë, por ngjitse. Po, por lëkura e absorbon më shpejt se vajrat e tjerë. Ndoshta vaj kokosit është pak më i rënd, vaj bajames më ashtu, po ashtu. Dhe nuk e di pse për vajin e të kastorit ka shumë benefite. Dhe po të futesh të lexosh, kuron dhe shumë probleme, jo vetëm të tjera, po të jashtme, por dhe të brendshme. Por një nga këto është mikrokistet në vezore që shumica e vajzave vuajnë nga kjo vezoret policistike. Krahas le të themi trajtimeve dhe konsultave me mjekun tuaj, patjetër që konsiderojnë edhe këto metodat natyrale së jashtmi, sepse janë pa efekte anësore, sidomos një masazh i tillë relaksues do të relaksojë komplet nervin vagus, tensionin e presionin e brendshëm, lëvizshmërinë e zorëve, dhe ndjen pastaj atë relaksimin për ta nisur ditën. Mund të bëhet edhe në mbrëmje, sepse në mëngjes sikur e kufizon atë kohën. Mund të bëhet edhe në mbrëmje, normalisht. Aq më tepër kur ne e kemi bërë rutinë dhe në mbrëmje ai krijon atë memorin dhe siç tham, rezultati do të jetë po ashtu i njëjtë. Dukshëm.